Të dashur miq të TSTS Group, sot do t'ju tregoj një manovër shumë të thjeshtë, po që ju ndihmon në rastet e motit të keq dhe detit të trazuar. Kjo manovër është kur ne përdorim vetëm motorët e skafit pa timonin dhe ku një motor e mbajmë të aktivizuar duke i dhënë forcën shtytëse dhe të kthesës me motorin tjetër. Në rastin konkret, aktivizojmë motorin e startboard me një fuqi vetëm ingranimi dhe të gjithë fuqinë tjetër përpara apo mbrapa e japim me motorin e port side. Dhe ju shikoni që në këto raste skafi kthehet pa pasur absolutisht asnjë lloj drifting, pra asnjë lloj lëvizje anësore dhe duke kundërshtuar totalisht forcat e erës dhe të dallgës. Pra bëhet ky veprim një herë mbrapa, një herë përpara, nëse duam ta ndalojmë, pra gjatë gjithë kohës motori i startboard, pra motori i djathtë, siç e shikoni këtu, është i aktivizuar dhe gjitha lëvizja bëhet me motorin port side. Duke e çuar motorin me kolpo mbrapa neutral, mjeti kthehet majtas. Nëse duam ta kundërshtojmë kthesën, e çojmë motorin nga neutral përpara dhe nëse duam të ecim drejt, atëherë i çojmë motorët në sinkron. Kjo lloj lëvizje që po shikoni bëhet pikërisht për të kundërshtuar forcën e erës dhe detin e trazuar dhe për t'ju afruar kalatës më së miri. Na ndiqni tani që do t'i afrohemi kalatës dhe sa të sigurt do t'jemi. Pra, siç e shikoni, jemi drejtuar me një kënd 35-40 gradë për t'u akostuar në kalat. Shikojmë që era fryn me 5 metra për sekond në këndin 337 të busullës, ku ne kemi një dallg që na çon drejt kalatës, siç mund ta shikoni dhe në simulimin që po zhvillojmë. Dhe në rastin konkret, unë këtë manovër e kundërshtoj duke lënë motorin e djathtë, pra motorin startboard side të aktivizuar dhe gjithë manovrën e bëj me motorin e majtë. Pra, siç mund shikoni, me motorin e djathtë të aktivizuar jam duke kundërshtuar forcën e dallgës dhe me motorin e majtë jam duke bërë kthesën, pra jam duke e çuar mjetin allaj me kalatën dhe duke kundërshtuar forcën e erës. Pra, në këtë mënyrë të dashur miq, mjeti juaj nuk lëviz dhe qëndron pothuajse ngjitur me kalatën pa pasur shqetësime nga dallgët që ky det i trazuar na tregon. Ju falenderojmë dhe na ndiqni në manovrat qoftë me simulator, po qoftë dhe me skaf në marinat përkatëse ku ne bëjmë trajnime dhe aty do të zhvilloni aftësitë tuaja teknike dhe profesionale për të qenë një kapiten i zot në det. Faleminderit.